në fakt është spermiogrami? Cila është rëndësia e kësaj analize? Atëherë, Nga aspekti biokimik është fjala. nga aspekti biokimik. Spermiogrami ose pasqyra spermatike është një analizë ose një test biokimik, sikurse shumë testet të tjera. Rëndësia është e madhe, është vitale, është jetike, normalisht sikurse të testet e tjera, për vetë faktin pse mjeku i laboratorit, në këtë rast specialisti i biokimisë klinike, është aq vital sepse ndihmon kolegët klinicistë, në këtë rast andrologun, po edhe kolegët e tjerë që mirën me këtë fushë, të bëj diagnozë diferenciale, të bëj diagnozë etiologjike ose të hullumtoj shkaktarin dhe të ketë trajtim të mirëfillt. Pra, këto janë elementet kryesore që potencohet rëndësia